Banor, vëllai i madh ka vretur se shumë prej jush po qëndrojnë zgjuar deri në orët e para të mëngjesit. Vëllai i madh ka vendosur të bëjë të detyrueshëm gjumin e natës, kjo për dy arsye themelore. E para, për të mirën e shëndetit tuaj, por edhe për faktin se qëndrimi zgjuar pa kriter, jo vetëm po ju ngarkom psikikisht dhe emocionalisht, por po ju humb fokusin mbi atë që keni hyrë në atë shtëpi, e që është loja. Flini me orarin që vëllai i madh po vendos nga dita e sotme dhe zgjohuni në kohën që hapen dritat, pa vonesa dhe pa qëndruar në shtrat. Siç e dini, nuk ju lejohet as pak që të flini gjatë ditës, vetëm në raste kur e ndikon gjendja shëndetësore. Mos respektimi i rregullave sjell pasoja serioze. Vëllai i madh ju paralajmëron se shkeljet e përsëritura mbi rregulloren e gjumit mund të çojnë deri në eliminim. Vëllai i madh është këtu për t'u kujdesur për ju. Pushimi i mjaftueshëm është thelbësor për shëndetin dhe funksionimin tuaj brenda shtëpisë. Bravo. Kjo është deklarata. Faleminderit vëllai i madh. Dhe realisht prezantues m'ia bu disa ankesa dhe kërkesa këtu te banorëve, m'ia drejtu vllavit madh nëse ka mundësi. E di për? Si, dritat më nal për ma herët. Po. E para, e dyta, më kon klima të më thonë stabil na mos mu njerës as natën, po as mu mërdhi natën. Më konë stabil edhe me mujt me flajt. Okay. Se për një me, nuk është për me bua e gore se ka njeri si shemull, si albët që njët shumë keq edhe s'mundet me flajt në zet. Edhe unë jem qashtu. Mu si të më kapë në zet, unë nisi me vjell, nuk më i flaj heq. E kam qashtu vetëm e. Sa me ndonë, Vlaçko, sa me qenë temperatura? 22. Po të është mirë. A jeni të mendimit 23 gradë me qenë konstant? 23 gradë të Jo zemë, se na duhet me morë ajrë. A jemi zbashku për 23 gradë, Edi? Unë e kisha thonë edhe 22. Po. Unë e kisha thonë, se 22 gradë është edhe klima automatike, se ta blesh makinën, është klima automatike 22 gradë, po. Atëre le të mbetet me 22 gradë. Me 22 gradë mund të sesh nëse ka mundësi me na plotësu që canë, se për ndryshe aty nuk funksionon as shëndeti pastaj. Okej. Do me thonë 22 gradë. Edhe... Me respektu, ajo gjumi duhet me qenë gjumë. Me respektu momentin që të hinë në dhomë, gjumi le t'jetë gjumë, e ditën le t'jetë me detyra. Me detyra dhe me gjana, se nuk përhemi efektiv gjatë ditës. Po. Po. Shka ty me 10 veta, më konë dritat halo dhe, se po dojnë me flajt. Po kupton, edhe që ashtu për si të jenë banori parë për me flajt. Jo për me shkuën me dalë. Me flajt, për më ndojnë ma mirë, shkuën që ashtu peq ati momentit, më nalë dritat komplet më radhën. Edhe realisht ashtu. Edi, kush i dhe i se i shumë dritat? A vlovi madhi cakton atë. A e okej, shumë mirë. Jënë 12 se hene kalum jena kondin 4 dritat halo dhe zin konë. Po. Derin 4 me gjithë. A din që... Qysh me flajt në atër? Jo, le t'jetë një ororë. Me timing, mas lash, kur të bëhet ora 1. Maksimumi. Ora 1 me undalë në mënyrë automatike dritat edhe na e dim, mos e qka është puna. Si shumë që janë dritat nalë. Banor, ora e gjumit. Hec. Flini gjumë. S'ka nevoj as me nëjë, se këtu s'do nalën dritat, se s'do thyem qafën. Pa i qëtaj nalë dritat e vërejmë që është ua për më shumë. Po pra po i nalë në... Po nuk fiken dritat këtu. Amo njëherë Po në thëmë ti nuk e da vërë ti e për jashtë. Po e thot më, ata janë me turna. Ora e gjumit. Qoni dhe ikë në flini gjumë. Një garë, kush po flenë mas shumë? Jetë fituse, po bëni një garë, kush po flenë mas shumë ti. Se shumë jam i interesume, po. Fleni, knaqnë, se me flejt këni ardhë. Hej, gjumi, qaj, Mos vetë. Le, bro. Sarit, në gjyrhini fëtyrë.
Qka se maru me grip. Çka me kështu? Që lahat që t'na bjerë. Për... Po valaj, thuj. E ku erdhë ky grep o doj? Unë shumë ka kuptoj. Nuk ka grep është ftoft, jo nësdi ku po e marim. Ku i ka sheti? Okej, do me thonë, jemi të pajtimit Ftoft, unë jam ftoft. vetëm u... Unë jam ftoft. Jo, normal, po me... Se kot vjen ura në mbledh me aty, laba. Ja, zhurmë s'pat shkrume. Ja, që ato s'mundesh me nalti. Po, bravo, Aty nështë ka që zhurmë. Po, kujt i flet, të flet. E rëndësishme është ko e dim, nalën dritat kush ko gjumi është. A mos mujna me bojt gjumë Mund të nëse... thesh 22 gradë. Okej, Dritat let nalën do më jetë maksimumin 1. një, Nac. let metet një. Let met 1. Që kaq? Që këto janë që ato esenciale, ma ndej, Atëre mundu me flejt edhe na. po, Edhe na mërmolli edhe me flejt. Se Qasht. kur t'jën dritat, Qasht. nalë edhe klima mirë, që atëre doj me flejt edhe Pa na. gjumë jena bo... Shumë e vërtet. Se kur t'jën dritat dhe se kur t'është 40 gradë gomë, na shmi flejt. shumë logjike, shumë logjike. A jemi në rregull saj përket? Në regullin a. Veç vlovi madhë në lenë gjithë mundi orar. Pas të kësaj ka me mbet që kjo orar. Nuk ka me pas për jashtime, do me thonë që kjo orar ka me qenë, edhe na e dim mo. Tash shpresoj që vllavi madh do bashkëpunon edhe me neve. Edhe qashtu u tha që normal që ka me bashkëpunu, edhe kjo është reciprok, kjo është e dyanshme, pa dyshim. Me dje kjo është. Jemi okej? Jemi okej, faleminderit. Lutem. Vllavi madh faleminderit. Si përfundim, Ti e di? sot do t'jetë temperatura në dhomë. Temperatura konstante deri në fund të shtëpisë më të bukur në dynja do t'jetë 22 gradë Celsius. Të plota. Të plota, pa dyshime, pa mallkime dhe pa ashtu, pa detyrime. 22 gradë Celsius. Us. A duhet me këty këto atje? Është 23 gradë. Se vuoi fare l'intellettuale, intelligent. Qysh 23? Po 22-23 një gradë? No, 23. Gli studi hanno dimostrato... Ok. Gli studi hanno dimostrato... Pusho! Qakje. Gli studi dimostrimi se 23 gradë është temperatura perfekt për shtëpia. Unë dua 23. 23. Po, për 1 gradë. Unë, po. Demokraci. O, ngam, ama mirë me flejt sullak, ama mirë me flejt me një qebe ma shumë. Plus. Ma mirë me flejt me një qebe ma shumë. Ma shumë, normal. Me një mboles. Normal. Alof shmirë. S'ka lidhe, ma mirë që... Mirë mbrena. 22 gradë o doj. Qashto? 23. 23. O Vlajman, 23. Çdo ambienti, natën e mirë. Shumë e vërtet është. Edhe s'isha diskuton këtë ma shumë. 3. 23. Ore, qava buzën shumë. 23 and I want this to regulimi temperatura to see with my eyes. Qa? Për kontrollimi temperatur ka nevoj? Regulimi temperatur? O vla, qa ke toni, pse flet? Pse? Che cosa? Questo poi si fa bullismo. In Italia është viktim për bullizmi pasha zotin. Però ti të pëlqen? No, oggi mi ha fatto delle cose tipo da stracringe, l'ho detto anche al tavolo di fronte a tutti, anche a lui. Guarda, io sto dormendo, questo, lui sto così, faccio... Fallimenti, ti faccio... No, aspetta, faccio così. No, non fa ridere. Mia Khalifa. Kujdes mikrofonin, oh yeah! Ok, repeat. Të kam zemër, ti me tha, edhe unë ti. Ashtë like this. Kur unë tha të kam zemër, tha edhe unë ti, edhe unë ho alzato la testa, come si dice? Come si dice? Kam qukrit. Kam qukrit edhe ti me Toni, me ftyra në kamera, se cringe moment, pasha zotin, perché lui mi vuole fare sembrare così, se me lo faceva a me, ok, ma faceva alla camera. Ed è mrapa,
Mbrapa unë i ka te tavolina, buk, dolce, bla bla bla, muhabeti. Edhe edhe kushtrim, unë tha te kushtrim të kam zemër, edhe me tha kushtrim, edhe unë t'i bia. Pse you want to be catch? Fare tipo così, pse? Perciò? Perché mi fai tipo stare? Perché tu mi dici, ti mi fa, non puoi cambiare una persona. We are chasing. Aha, ok. Bravo. Faleminderit, hai chiarito tutto, pasha zotin. Shaki be shaki, ko ratë së përbonsh. Shht. Bia Khalifa, Bianca Emanuela Nicolai.